Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa deklaron se masat e Bashkimit Evropian dhe Kosovës janë të lidhura me nevojën për deskalimin e rajonit dhe veriut të vendit. As you know, these measures are linked to the necessity to de-escalate the tensions in the region and in the north of the country. Unë dëshiroj që të arrim deskalimin sa më shpejt të ecim përpara dhe të heqim masat, deklaroi Costa nga Prishtina. Shpresoj që ngjarjet e fundit të mos përfaqësojnë një prirje të re, por të jenë përjashtim që konfirmon rregullin se ju jeni të angazhuar plotësisht në këtë rrugë europiane për të shtensionuar situatën dhe siç tha Osmani për t'u angazhuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, tha Costa. Këtë deklarat Costa e bëri pas takimit me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani në një konferencë të përbashkët për mediat. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani kërkoi nga Bashkimi Evropian të hiqen masat ndaj Kosovës, të cilat si shta po dëmtojnë interesat e qytetarëve dhe projektet kyçe. Ajo gjithashtu kërkoi që aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian të trajtohet me prioritet. Këto komente presidenti Osmani bëri në konferencën e përbashkët me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa pas takimit të tyre. Shpresojmë që shtetet anëtare më në fund të pajtohen që të hiqen masat e padrejta ndaj Kosovës, të cilat po dëmtojnë qytetarët tanë, po dëmtojnë interesat e qytetarëve tanë dhe projektet kyçe që lidhen me vetë integrimin evropian. Ndër të tjera, presidenti Osmani kërkoi një frymë të re në dialogun Kosovë-Serbi. Tani me emrimin e emisarit të ri për dialog, shpresojmë që do të sjellë një frymë të re, në një qasje të balancuar dhe trajtim të barabartë të dyja palëve në këtë proces, nëpërmjet qasjes së re të leadershipit të ri të Bashkimit Evropian. Në Kosovë jemi të bindur se fokusi kryesor i këtij procesi duhet të jetë njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse përndryshe nuk do të kontribuante në paqe, stabilitet afatgjatë e as në integrimin evropian të rajonit tonë. Presidenti i Kosovës tha se kjo vizitë e presidentit të Këshillit Evropian është një dëshmi konkrete angazhimit të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe për të ardhmen e rajonit tonë. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka dhënë detaje nga takimi që u zhvillua mes presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa dhe kryeministrit detyr Albin Kurti. Një postim në rrjetet sociale, kjo zyrë thotë se presidenti Costa i ka kërkuar Albin Kurtit angazhim në normalizimin përmes një dialogu konstruktiv në raport të bisedimeve Kosovë-Serbi. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa u takua me kryeministrin largim Albin Kurti dhe theksoi rëndësinë që Kosova të angazhohet në normalizimin e marrëdhënieve përmes një dialogu konstruktiv për të ecur përpara në rrugën europiane. Presidenti Vjosa Osmani the se takimi konsultativ me partitë politike i thirrur synon të gjejë zgjidhje për ngërçin politik dhe të shmang pasojat e mos konstituimit të kuvendit. Presidenti Osmani tha se ky është vetëm fillimi një serie takimesh që mund të zhvillohen dhe në formate të tjera. Sipas saj, mos funksionimi i kuvendit rrezikon institucionet dhe dëmton projekte të rëndësishme për vendin, përfshirë ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, e ka uruar Edi Ramën për fitoren në zgjedhjet e 11 majit. Për urimin Çitaku zgjodhi një foto që ishte shkrepur nga dora e ish-presidentit Hashim Thaçi. Urime fitoria Edi, fotoja ime e preferuar me ty se fotografin e kemi pas special, krahas fotografisë së publikuar ku në dritën e diellit shihet fiziku i ish-presidentit Thaçi teksa ka shkrepur fotografin, deklaroi Vlora Çitaku. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.